Kreu I ri I SPAK do të jetë Klodian Brau. Për folur mbi këtë zgjedhje kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, si e pat, si e lexuat që në krye të SPAK-ut do të jetë Klodian Brau? Ti qëndrojmë besnik asaj deklarate që kam bërë, që për mua nuk ka rëndësi se kush është kreu I SPAK-ut sot, për sa kohë ka një bashkëpunim të ngushtë me FBI-n, kështu që nuk besoj se do ndikoj negativisht, themi, në atë politikën amerikane. Jo se Klodian Brau është një nga, themi, prokurorët më të mirë, më të bërë, sepse vetëm dështimi I fundit me Toyota Yarisin tregon se nuk ka në një nivel shumë të lartë, themi, profesional. Për sa kohë edhe vendimin e shkallës parë e prishi gjykata e apelit, e riktheu, por aq më tepër për skandalin I cili ndodhi me Belgjikën, e cila dosje të tillë e ka quajtur si një dosje tepër të rëndë për sa I përket trafikut klandestin të parave të pistat, të cilat vinë edhe pastrohen në Shqipëri. Megjithatë, thash, duke qenë I vetëdijshëm tashmë që SPAK-u nuk është se do të komandoj vetë ai, dhe prandaj kam thënë që nuk ka rëndësi se kush do jetë drejtuesi kryesor. Por ajo që bëri përshtypje ishte domethënë postimi që bëri mbrëm ambasada amerikane, e cila ju drejtua pikërisht luftës kundër krimit të organizuar, korrupsionit. Dhe nuk përmendi emra, por themi që Klodian Brau ka qenë në gjithë takimet që ka qenë me Dumanin. Takimet që janë bërë në SPAK janë bërë dhe me Klodian Braun. Nuk di sa do jetë I aftë në drejtimin e SPAK-ut, apo sa do ketë mundësira për t'u shmangur atyre dosjeve të nxehta që janë duke filluar qysh me Ballukun, e cila tashmë është marrë si e pandehur, por nuk ka asnjë mas sigurie, dhe Rama po mundohet të luajë lojën e gjykatave, qoftë edhe me presionet që ka bërë tek gjykatat. Do shohim sa I vendosur do jetë apo do të jetë I urdhëruar pastaj. Do të ishte në nderin e çdo prokurori që ta drejtonte atë prokurori, por shansi dhe mbështetja nga KLP-ja ju dha Klodian Braus. Thash, nuk e di, domethënë, në thjesht atë çfarë shohim, nuk ka ndonjë bum të madh në hetimet e tij, megjithëse në fjalën e tij, ashtu si gjithë të tjerët, kishin atë pjesën që lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Gjithsesi ngelet për të parë tashmë bashkëpunimi që do ketë me FBI-n, por nuk besoj se do të mundet, do të ketë këllçe për të shmangur bashkëpunimin me FBI-n apo politikës së FBI-s, apo themi atë që është më e rëndësishmja, politikës amerikane. Gjatë të gjithë seancave të gjithë kandidatët patën po të njëjtën CV, domethënë po të njëjtën fjalë që mbajtën para asaj, dukesh në votat e Klodian Braus duket sikur ishin vota të cilit ishin të komanduar, themi më tepër, sepse mori 7 vota, kur një nga prokurorët aty nuk mori absolutisht asnjë, domethënë nuk u tregua se di se si mund ndodhi kjo që ndër kolegët mos marrësh asnjë vot, gjithsesi është zgjedhja e tyre. Por fokusi I Amerikës ka qenë tek zgjedhja e kreut të SPAK-ut. Dhe ajo që bëri përshtypje pastaj ishte hera parë, jo si herës tjetër, në zgjedhjen e Dumanit, ishte hera parë që pas zgjedhjes së Klodian Braus nuk u tha asnjë fjalë nga ambasada amerikane, përkundrazi ajo pranoi heshtjen edhe iku në mënyrë të heshtur, pa I dhënë asnjë lloj deklarate. Ishte Bashkimi Evropian I cili bëri një deklaratë
ku tregonte se ne mbështesim SPAK-un e tjera. Por gjykoj se nuk do jetë ndonjë vendimmarrës shumë i madh, dhe kur them vendimmarrës shumë i madh në aspektin personal, po më tepër do të jetë bashkëpunues me FBI-n, sepse tashmë ka ardhur ajo, themi ajo quhet ajo patata e nxehtë tek SPAK-u. Dhe do ta shpresoj shumë që deri në fund vitit gjërat të mbyllen, mos të ngelin më pezull siç kanë ngel deri tashti. Por thash, ajo bëri përshtypje që ishte më e rëndësishme, ishte postimi i ambasadës amerikane dhe heshtja e saj kur doli nga SPAK-u. Duhet pa pak më me kujdes, domethënë veprimet që mund të bëj Braho, mos gjithmonë ka qenë një person, thash, i cili ka qenë edhe në shënjesër, jo pak herë, jo pak rrallë. Unë e kam gjithë tek reforma në drejtësi, të cilën e bëri kjo politik, tek ajo kushtetut të cilën e votuan 100%, ku vendosen edhe bariera për sa i përket sidomos shtresës tonë, themi, i vum bariera duke vendosur që duhet ketë 20 vjet prokuror. Në këtë e kam shtjelluar kohë më parë, që një prokuror i cili është 20 vjet prokuror, dhe ne kemi thënë që drejtësia është e kapur, drejtësia është e korruptuar, nuk mund të jetë i larë, themi, nuk mund të jetë i larë në mënyrë absolute. Por duke parë që ndryshojnë situatat edhe marrin pak edhe karakterin shqiptar, që bëhen pak servil, pastaj këta i braktisin gjërat edhe fillojnë bëhen servil. Nuk e di, domethënë, se sa do të jetë i aftë. Do të shohim vendimin e parë që do marri pas detyrës së deri me datën 19 është Altin Dumani akoma në krye të SPAK-ut. Do të shohim pas datës 19 kush do jetë vendimi i parë i tij. Por thash, ajo që më ka bërë përshtypje është, thash, thjesht hetimi që është bërë për Toyota Yarisin, do për mua, unë e kam shprehur edhe atëherë, është një dështim total, për sa kohë nuk janë personat publik ashtu si dhe politik, ashtu si që deklaroi dhe prokuroria belge, që këtu janë lidhur politikanët me këtë çështje. Në Shqipëri ishte një dështim total, dhe këtë dosje ka pas pikërisht Braho. Shohim se si do ecim më mrapa. Nuk kam ndonjë eufori shumë të madhe për sa i përket personit, por për sa i përket politikës amerikane dhe sidomos politikës së FBI-s dhe DEA-s, si tashmë janë të instaluar në SPAK, them që do ketë ndryshime rrënjësore dhe goditje do ngrihen më lart. Mos harrojmë se kur është zgjedh Dumani, gjithë kanë qenë skeptik. 2 vjeçin e parë Dumani nuk bëri ndonjë gjë të madhe, ishte ardhja e FBI-s pastaj që ndryshoi raportet, qoftë me prokurorinë me Ramën apo me qeverinë, themi, me pushtetin, me politikën, dhe qoftë me vetë prokurorinë pastaj. Pati goditje deri tek zëvendësja e Ramës, çka do thotë Dumani e çoi topin deri te paradhoma e Ramës. Tash do të shohim, do ta shtyj topin ky tash, ta çoj tek Rama apo nuk do ta shtyj. Jo pse duam ne ta themi këtë, mos keq kuptohemi që dua ta themi ne që duhet shkoj topi tek Rama, por qoftë edhe këto 5D që ky Braho i ka pasur, domethënë korrupsionet, dhe në të gjitha dosjet që ndodhin në SPAK, pavarësisht nga niveli, të gjitha fijet të drejtohen dhe të lidhen direkt ke Rama. Tashmë nuk e di se si do hecim, por shpresa është që, thash, shpresa është tek FBI-a amerikane dhe ke DEA se sa ke vetë SPAK-u. Sepse SPAK-u po të ishte se do ishin njerëz me integritet, njerëz të pavarur, njerëz të cilët do shifshin vetëm profesionin, do bënin veprime të tjera shumë më të shpejta, shumë më efikase, sepse në Shqipëri nuk ka nevojë shumë për hetime, nuk ka në hetim të madh në Shqipëri, për sa kohë kur ndërtimet janë sheshit, parat janë sheshit, bankat janë sheshit, të gjitha janë sheshit, korrupsioni është sheshit, nuk ka, domethënë, se çat kërkosh ndonjë gjë të madhe këtu në Shqipëri. Këtu në Shqipëri janë gjëra parë që
nuk di domethënë se sa mund të jetë apo mundet a ky njeri a është i kapur nga Soros apo s'është i kapur nga Soros. Këtë domethënë problemi më i madh ky për mua ky qëndron. Sepse nëse nuk godasim Sorosin, nuk godasim asgjë. Ne e dim shumë mirë që krimi i organizuar, droga, pastrimi i parave janë gjithë nga organizata Soros dhe Gabala. Nuk kanë të tjerë që e luajnë këtë lloj loje. Por rasti i djeshëm, domethënë, të cilat erdhën nga Sky Encrociati, që erdhën gjithë përgjimet nga Italia, domethënë, dhe veprimin që u bë i djeshëm për të kapur këto grupet kriminale. Më vjen keq që vazhdojnë akoma ta quajnë Shqipërinë narkoshtet, në të njëjtën kohë që Shqipëria është kthyer në mafia shtet, ka kohë që është kthyer në mafia shtet për një arsye të vetme, se nuk jemi ne më prodhuesit e mëdhej të drogave, por është pikërisht vendi i cili është kthyer në transport, në menaxhim, në transportin e kokainës, heroinës, e cila vjen nga Kolumbia, nga Meksika, nga ato vende të cilat e prodhojnë atë. Dhe po ta vesh re të gjithë grupet të cilat deri dje kanë qenë grupe të mirë organizuara për hashashin që u bë Jeshil Shqipëria, këto grupe u forcuan dhe pastaj kaluan tek ajo kokaina e te heroina. Por gjithmonë duhet kemi parasysh se po që se nuk do kishin mbështetjen e shtetit apo të vet kryeministrit, nuk do lulëzonte Shqipëria në këtë lloj gjendje që jemi sot, domethënë. Mos harrojmë se kemi lidhet me Sinaloën, personi i cili shpallet do ngrada pa qenë as person publik as një i njohur, po pikërisht pse ka lidhje me kryeministrin e Shqipërisë, prandaj mori dhe atë damkën e non-gradës në Amerikë. Tani do të shohim se si do heci me hapa të shpejta Spaku tashmë me këtë lloj rizgjedhje të një prokurori të ri, apo do ngelimi tek ai stand-by deri tek Balluku, kur të lozim a do ta arrestojmë apo s'do ta arrestojmë, do ta lejmë pezull apo do ta bëjmë. Në të njëjtën kohë unë kam thënë që tek Balluku, pavarësisht nga të gjitha, Balluku të paktën mas sigurie detyrim paraqitje do ta kishte. Balluku nuk e ka as detyrim paraqitje, ka vetëm pezullim. Tashmë do të shohim se si po luan. Kjo ndoshta është ajo që kam thënë, që mund të jetë edhe politika amerikane e FBI-s, e cila po loz për ta zhveshur Ramën nga të gjitha ato lidhjet e tija dhe për t'ia nxjerrë në shesh. Ashtu siç i doli edhe lidhja me izraelitët, bashkë kemi diskutuar para një muaji, ndoshta kur ju thash ky ka vajtë edhe ka bërë një marrëveshje për armët për t'ju afruar administratës Trump. Por gjithmonë ngelim tek ajo pika që administratës Trump Rama nuk mund t'i afrohet kurse për sa kohë Suzi aty, dhe Suzi ka bërë blokadën totale të Ramës. Është personi e cili themi që ka dalë në mënyrë nominale për Ramën. Kështu që Rama ka të pamundur, domethënë, të bëj këtë lloj qasje tek ambasada, tek administrata Trump, apo te Trumpi nuk diskutohet që jo, pa as administrata e tij nuk mund ta takoj. Kështu që do ta shohim se si do hecin, por fjalimi i këtij europianit, Bashkimit Evropian, këta që nuk e di se këta e pritën, domethënë ai foli me fjalë të mira në të njëjtën kohë kur korrupsioni nglon vetëm në Bashkimin Evropian, mos ta harrojmë këtë, dhe lidhja është pikërisht me Shqipërinë. Pikërisht Rama del triumfator në këto lloj, apo udhëheqës në këto lloj aferash, në këto lloj korrupsioni, në këto lloj lidhjesh, pastrim parash, drogën e çdo gjë qoftë në Shqipëri. Unë pa ta thënë që Rama është caktuar nga Gabala dhe Sorosi si përfaqësuesi i tij në Europë, dhe këto po vërtetohen dita ditës, nuk është se janë llafe në erë apo janë llafe sa për të kaluar radhën, themi. Do të shohim tash se si do hecim, por shpresat janë të mëdhaja, pikërisht vetëm për atë pjesë, vetëm për pjesën me që është FBI-a dhe DEA amerikane janë pranë Spaku dhe në bashkëpunim të plot me të.